pjesa e pare si parahyrje, ku tani shpërndat në dhomë që ka shërby si kuzhinë edhe dhoma e burrave. Dhoma e burrave? Edhe kuzhina. Si parahyrje? Parahyrje, po, koridor, si koridor. Mëna me ime kështu atje, ose pisho disa eksponatet vjetra, këto që janë grumbullume, si pas shikimit po di që janë shumë vjetra. Po përsojën vjetra dhe përshka kanë shërbyje mënsisht, ishte jam më nga treguti, po sartoj për shkak prej këtë pjesë, kjo mjeti këtu, çka ka shërby kjo? Kjo ka qenë për me lidh penin apo tjerrin, si që kanë thonë këtë herë, po, e kanë lidh tjerrin, mandej kanë marru për tyne qarapat, tjerëqit, gjitha lloj, po. Këtu kemi një shal tatit, të pini që kanë tunë qumshtin, havonin e duhanit që është 80 vjetër. Kjo është ma e rrallë, së bashkë dhe ishta me pytë se ka përsha më të pi, ose dikur që thotë trunë se tonash, këtu e mërtime. Shala po, përsha më për hama. Havoni duhanit, të në familje, kështu e kemi gjetë dhe kështu unë e kom rri, edhe baba jam thëtë kështu e kom trashigu pej të parve tyne, edhe për me rujt e kemi pru këton, e kemi vendos në hanë. Te hi për mungon? Po mungojnë disa pjesë të tyre, mirë po, për fat që kemi gjetë kështu. Po është me vlerë, është me vlerë. Edhe kjo sigurisht ka shërby për tjerë. Po, edhe kjo për tjerë. Ndërsa këtu kemi një pjesë tjetër. Kjo shumë është e vjetër. Kjo ka shërby si lloj mulliri i drurit, ku e ka qitë grurin apo misrin atë, edhe e ka shtyp. E ka shtyp për me bë ushqim. Do të thonë, këtu e ka posat shkupin. Sigurisht me pesh. Po, me pesh, edhe e ka shtyp këto. Si formullini. Si formullini. Kjo është më e rrallë. Po, kjo është shumë e rrallë është, po. Kemi edhe pjesën tjetër, që i kanë thonë këtë njerë mokra, po. Edhe aja ka mulli i dorës, që kanë lidhë dikun me një trasha në shpe, edhe e kanë sjell, e kanë përgadit bukën për familje, për musafirë. U do është shumë kohë sigurisht, përse kjo me dorë si kjo. Po, me dorë. Edhe, ose dhe kjo, për shemë kjo pjesë, u tash kjo është shumë e rrallë. Dhe në onë, dejta ku mbo misione, po është rasti parë që është kësi loj. Këtë loj mullini, që për mes goditjeve. Po, e ka bë këto. A, si pjesë e mokrës, për shemë po, se ka dikone të rujtne. Janë qashtë të rujtne që më kanë befasu, që që kanë gjetë këto mullit e dorës. Sa që jemë kuzhinën e hanët, që kjo? U qujtë si kuzhinë, po ku pregatit ushqimi? Ushqimi, po. Nuk është kuzhinë se e sot. Jo, kjo. Po ka qenë atër sigurisht kanë të hollu petë, kanë bërë... Mirë, po për kohën, kur ka funksionu kjo si kuzhinë, si... Ka mjaftu. Ka mjaftu, kjo ka qenë jashtëzakonisht. Kjo? E modernizune. Edhe kjo është lloj të pini. Diku është pak ma vonshme, edhe këtë është me sjellje, jo me kështu me goditje. Kjo ka lehtësu sigurisht. Me sjellje, po. Për shkak se është ma lehtë me sjellje se non-stop me shtypi. Përshoni në një djep vjetër. Nuk di vjetër. Edhe kë. Pas ka tje pa isë për vek. Edhe vekin e kemi komplet vekun, mirë po ato e kemi në familje atje, të shtëpia, se kemi vekun e gjyshës. A përnu dikush? Nona ka përnu, tash jo. Të gjeneratat e reja nuk punojnë me vek. Birona shpesh kam kontakte me gjeneratat reja,
këto pajisjet e vekut, kur i shofëm edhe i pysi, a e di çka janë këto, pjesa dërmuese nuk i din, nuk i njoj, nuk i din. Qëre poshtë në drejtore, për ma shamu një drugës, Po. drugës, aty kështë që unë drugës, është ajo pjesa ku anë, Ku është tjeri që kanë enë për vek, po, kjo është. Këto janë drugësat. Ka shërby këtu mrena Po. ka qenë tjeri, Edhe këto pjesë e vekut, këto i kanë marru këto në fshat. Një plak Qerem Brahimi, një lagjës Baçevisht, a i ka marru këto pjesë e shpatat e vekut, e qëto drugzat, e gjitha i ka marru ai. Dhe më thane i ka shitë edhe në për treg, ku ka pas artizanale, po, u kone nevojshme, edhe ka mojt familjen me këto sene. A po shkojmë të pjesa tjetër? Po, kalojmë në pjesën tjetër. Kjo është dhoma e burrave, ose ku kanë flajt, ose kanë nejt. Ku kanë nejt burrat, kjo pjesë këto, pjesa nga kuzhina, në pjesën e burrave, në dhomën e burrave, është bartë ushqimi përmes kësaj dritare. Nuk ka pas nevoj me dalë kadera, po nga kjo pjesa këto. Përveç, e di që në shumicën e venave, tash është nesë, kjo është modës ma të rejtë. Ma të rejtë. Ka qenë drosë nuk u vrejtë, në tonë që shu pregatit ushqimi, o qelë. Me thonë, filloj drose, po e ka hopë kështu, edhe ka dhonë ushqimi në shërby, po jo gjëmë, që shë tash për shumë. Me gjëmë, kështu e kemi gjithë dhe kështu është... Të po familje që kanë. Kështu është restauru dhe më thonë, çfarë gjendje ka qenë po. Një karakteristike kësaj dhome, unë që kam kërku edhe nga ministria, është mbuluan agjaku. Qështë po, agjaku. Jo, objekti si objekt është i shekullit 19. Kur ka funksionua, dikun ka vitet e 80-ta si shitore këtu, në fshat, si shitore, pronari i shitore se e kam shel këtë agjaku. Edhe kur ka ardhur për më restauru nga ministria, dhe më thënë e kanë ponë qatë gjendje qësh e kanë po. Mirë po këtu ka gjurëm që agjaku ka egzistu. Agjaku ka egzistu. Po, edhe mu bo zbulimi kësaj pjese do tjetë ma interesante. Ajo? Kjo ka funksionu për tjerin, të leshin e dhenve, deleve, e ka pështjel aty, edhe pejsaj e ka bo pe. E ka bo furk, të e sjell. Përveç, ajo dros, kjo është pak më furk, pak më ndryshë. Model pak më... Po se kjo është model ma i rollë. Ma i rollë, është. Po, furka, ajo forma që është ndryshë si dros po flasë, që është ka dhe në Shqipëri, ka në shumicën e venave. Kjo është model pak me rollë. Pa kjo për shumë e rollë, se pak e kjo është model ma i veçantë me ato format të tjera. Ata është e mire e këti emisionin, se ku po shkojmë po diçka që nuk e ka dikush tjetër. E ta shkru përshojnë, po e jenë kërështar me ditë mënyra që shu përdor, po shka përdor, dalimi mes asoj kësoj, cila ma e mirë, ma e letë, ose diçka tjetër.